Përshëndetje të dashur miq, ja ku erdhëm përsëri në të premten tonë të këndshme. Ju përgatiteni për weekend, ne përgatitemi për punë, për t'ju kënaqur dhe për t'ju argëtuar, sigurisht me zërin tonë edhe me personazhet tona, po edhe me të vërtetat tona që nuk ja u thot njeri përveç se Sojli Sol. Atëherë desha të falenderoj fillimisht sponsorët tanë të mrekullueshëm, të cilët na e bëjnë të mundur që t'jemi pranë jush, pra Arangjatën, ujë nglina, ujë spring, e sigurisht të tjerë që vinë çdo javë për ne dhe për ju. I falenderoj sigurisht sponsorat edhe në emrin tuaj dhe tani pa shumë pompozitet, po prezantoj një personazh shumë të veçantë, por që është njëri nga ne. Mimrama gjithëve shqiptarët kudo që jam, mrena, jashtë, lart, poshtë, anash, gjitha ne. Faleminderit shumë për ftesën. Qyja, mane, sa mirë folë ti për mua, nana ime s'ka folë që më ka rritë gjithë jetën e. Ti e meriton se ti e i vetmi person që nuk ke ndryshuar nga fillimi deri në fund, megjithëse ka ndryshuar sisteme. Edhe unë kam ndryshuar, bab, mo e thuja dhe gjase, baba im ka pastan vetëm buallaj nuk ndrysho, edhe unë kam ndryshuar, kam ndryshuar, do me thanë se... Po them, ke ndryshuar pa tjetër për mirë, po gjithmonë brenda të njëjtit profesion. Më faq se kuptova pyetjen. Nuk ishte pyetje, ishte thjesht perceptim. Po kjo tjetra që ishte e qyq. Edhe këtë se më fal, se nuk e mora vesh as. Po përdesa e thuti gjaj mirë ka përqenë, gjaj mirë do jetë. Jeni. Okej, dakord, atëherë le ta nisim kështu në mënyrë superficiale dhe pastaj futemi në ato temat e nxehta që na. Më fal që ishte kjo se edhe këtë se kuptova unë. Superficiale. Superficiale, po e kuptojmë, fal ke drejtë të na falin. Superficiale. Foli qik ma shqip të babsha se... Po shqip fola. Ky shqipe, si që ka shqip kjo, që thjeti super këshu. Që isha ja, nuk ka shqipe, fol shqipe, bab, që do me tha, super ashu. Nuk e disha që me shevesh edhe nga gjusia ka shumë. Ne Elbasan Lic, e dum shqip, nuk na ban pun gjua huja. Elbasani, qyteti mësusise, i shkollës pa shqipe, vlla. I shkollës mësusise për te mburjes, kemi një lloj logjike tash, ne e dim, shkolla pa shqipe është në Korçë. Okay? Korça ja fute kati me. Korça me mësu fillore, shkollën fillore, po deshe me unit manat, vjen Elbasan mëson si mësohet. Qo pëse s'do me mësu si mësohet, atëherë rrin Korçë, mo e cvarë në Elbasan, se futja për Selanikër, bab. Po mi pra, morëm vesh, po të shi, shkolla e pa shqipe të shi, mos e shtrëmboj historinë. Ka qenë në Korçë. Theme, bab, shkolla e pa shqipe abetarja a ban Korçë. Po. Kurse shkolla e mësusis anë Elbasan. E kupto? Ti mëso abetarë, mëso fillimin njerë, e ne mëso me ecë. Mas ne ku vjen Elbasan, e kupto? Elbasani të mëso me gjetë ti ku do shkosh. E kupto? Shiko, superficiale dhe më thënë si përfaqësore. Mirë po ta themi në shqip si përfaqësore duket si gënjeshtër, kështu që ne e përdorim superficiale. Se duka keqe si përfaqësore, thue shqip tamam ti, do e fillojmë lente, i ni do i bim fort. Po pse lente është shqip? Se që gjua? Është lente është italisht. Ja shqipe për e ka burimin, që? Më çuditë tash vërtet më shqipe ka burimin. Italianët thonë lente, ne themi let. Mi po italianët nuk e thonë dot han. E kupto? Kur puna për me thanë let, e thonë len. Ke drejtë, na falin miq. Më fale bab. A banda pi i qik lang nga kjo se mu tha goja. Pa tjetër, po prandaj jemi këtu, prandaj është sponsori jonë. Çfarë dëshiron? Arangjat, ujë spring apo ujë nglina? Falënderit, ja i këtë kanaqen e kuqe desha unë se me ja është mrekullueshme. Shqiptar e pim të kuqe. Është mrekullueshme. Absolutisht merre gotën aty. Ç'a gotë? Ja ku ke gotën e Sojli Sol, gotën tonë. Jo, më fal, nuk e unë si ushtari NATO si përgjithshëm, e kupton, nuk na lejohet ne me pi me këtu gotash, ne kemi gotat tona për arsye sigurie. Që me ma pa Allah, lejohet ajo me u pi me këta gotën që kam unë këtu ime? Po jo, po pije me çat dush, po ajo arangjata është
Faleminderit. Po jo më rrisin. Ma bani allale çuna, ma bani allale se që keni gjithë të veta. Edhe emocionohemi pap. Ka kjo për këtë. Të bëft mirë. Arangjata si në kohë të qëmotit. Si bane re qyq, si na qanë zemra neve kura vap. Interesant, nuk e mendoja që ti si ushtarak me profesion të kishe një uri kaq të thella edhe për linguistikë. Qare? Qa kjo re qyq? Prape me gjutë hujtje bab, se më qëmene, më hape kokën i me. Qa kjo linguini, qa kjo, makarona? Jo, ke drejt, na falni miq. Po fole pra. E shkelim ne nga jerë, me gjithate, linguistike, do më thënë, Pa që pyete, nga që rrim gjithë ditë me të huje edhe sigurisht që na rëshket goja, se detyrohemi s'dim ku ta kemi. Ja, ju mëti turizmi madh thonë Shqipnia, ba nami. Po them, nga që rrim gjithë ditë me turist. Turista ka. Po shqiptarët ku janë? Arten, të lutem do t'i presim to. Arten. Qi prap me gjutë huj ky. Po kjo Arten, qa do me thane, bab? Qa do me thane kjo? Flet Shqipe, bab. Po jo, ma Arten është emri i djalit që rri mbas kamerave. Arten. Po mirë, na falje quna. Na falje, po ti kështu thuje, bab, që i ke kameramanët e huje, pra ne flet gjysa Shqip, gjysa shu, pallasoj. Po kushta ma Arteni është shqiptar, ma nuk është i huaj. Shqiptare? Si që ka shqiptare? Qa ky emër shqiptar? Po pse u marun emra shqiptare? Që pas ka vanë emër të huje? Qa bade, da i lanë gjaksa Shqipni e qyq. Ne luftojmë për Shqipni këta në emra shqiptari vend të huje. Mos dalim nga tema tash se më çorientove fare. Tjetër vend dua dal, unë tjetër vend çove ti. Na fali, se di me hera parë që jemi kështu dali me kamera me gjana. Oj me qa them unë ty e bab kur ti s'flet Shqip. Qa them unë i me ty. Stop, kaba unë tash ty. Qa do me thoni me? I me, Shqipe gju, elbasanisht e bab. Si qega gju, i me është gju, paska elbasanisht tash, mos na i, qa do me thonë? Që do me thanë, i me, që do me thanë, tani. Qa do me thonë? Tani, i me, tani, ja ta googlojën këtu. Qa të bashere? Tani, Shqip, do me thënë tani, nuk do me thënë i me nuk e diun, do ta googloj këtu. Qa të bashere? Tani ta googloj unë këtu. E qa ky Google? Ta googloj unë këtu. Prap me lafet huja, po fale bab Shqipe. Ka problem. Qma që me. Ore, Google i thonë se ma hoqe menje, si ti them unë. Google është një rrjet informacioni, dokumentacioni, gjithë shka që ka nevoj. Dikush futet në Google dhe e gjen. Që ka Gogoli. Po Gogoli thuj gjatë duqe. Gogoli e pa me fjallë Shqipe, Gogoli. Se thu Google. Qmene më burë. Apa e thu kështu si. Ore, Google i thonë. Aja ka emrin Google. Ta shi se në të bason Google-it i thonë Gogol, kjo së shfajit. Ta shi jaku më del tu. Jaku është. I me turqisht është. Turqisht, po ti pse flet turqisht? Sere, qysh, turqit tu janë, po turqit nga kanë majtë 500 vjetë, i keme majtë në shpire, qysh, 500 vjetëre, 5 brezare, qysh që kanë turqit hujer, ne kemi hapderën turkute, e për baba i me gjyshje, astër gjyshje, 4 gjyshje, deke Skënderbeu, deke Skënderbeu, 500 vjetë tu, qysh që ka gjuh hujt turqishtja? Lujtim meq, po do me thonë si mas teje, neve jemi turq, nuk jemi shqiptarë. Jore, stash atë, stash që turqit janë elbasanizu të nejt në Elbasan. A kupto? E more vesh i me, nuk ka turqisht, a elbasanisht. Pse paska dhe... I me a elbasanisht. I me që ka elbasanisht, do me thanë, i me elbasanisht, paska, më falë, se disha që kishte dhe gju elbasanisht e tashi. Po jo, bab, nuk jemi, kushta jemi turqe, bab. Kushta jemi turqe. Turqit ka ne, i kemi majtë në shpije 500 vjetë, bab. I kemi majtë në shpije 500 vjetë, edhe i me, do me thanë, a fjallë elbasanisht, që do me thanë i me. Turqit të nejtë Shqipni për 500 vjetë janë elbasanizu, edhe i ni, mas i ra perandoria otomane... Stop. I ni, po i ni qash. Qash i ni, nuk është fjale huj. Po i elbasanlishte, po thema, elbasanishte, bab. I ni, do me thanë pastaj. Merë vesh Marten, pas ka dhe gju Elbasani, do me thonë neve kemi Shqip, Elbasanisht. Elbasanisht, si a gjua deradës për arbërishten, për arbreshet, a dhe Elbasanishtja për shqiptarët.
Qysh nuk e di këtë dje, bab? Që bandi këshure? Le kokrën në namit, je gazetar dje? Arbreshët u shartun me italian, Elbasansit u shartun me turq. I me që atë bajmë ne. Këshu ka qenë thamë, pse që e kanë turqit huj për ne? Okej, faleminderit shumë, e vlerësoj shumë njohurit e tuja. Dhe leta lëm këtë aspektin e gjuhës. Prap me gjuhë huj, kjo okej, thot. Që e du baba? Ore bab, më fali se jeni dhe gazetare. Qysh i foli popullit juar? Do me thënë në regull, s'po flas fjalë të huaja. Le ta zhvendosim bisedën, Bravo. ta shpërndajmë pak edhe për gjëra të tjera, sepse këtë e morëm vesh. Gjuha elbasanisht që nga një gjuhë tjetër, nga Shqipja, që është midis turqishtes dhe shqipes. Okej? E mësum dhe këto. Le të themi pra, Elbasani është qyteti i mësuesisë. Okej? Edhe i mësusis, edhe i balokumës. Po, për ballakumet jo tradicionale. Ballakumet tani janë industriale. Normal, ashtu, a kanë dashme në e vjedhe dhe festën e verës dhe balokumet gjitha gjanat, nga që Elbasani janë mes, vijnë gjithë, vjedhin, marrin që kanë edhe igin. Po, ama që pëse do me hangë balokume, ti ta hash balokume në shumë, të lynë të mam me gjanat e mira që bajë balokume, vetëm nga u gjaqit e mëdhaja të Elbasanit mund të hash, se balokume banë edhe Berati, po themu banë edhe Malësia, po balokume banë edhe, po kur banë dhe këto të Malakastre, se qysh banë balokume këto. Balokumja Elbasanit hajt vetëm në Elbasane, bab. Nuk ka ma tjetër, po juve bleni bani gjana se i me reklama Nese ma. Balokumja Elbasanit a një ka banana e s'ban tjetër. Elbasani një ka banana s'ka ba tjetër. Okej? E morëm vesh. Le të themi Elbasani, qyteti i mësuesis dhe balokumes. Okej? E mbyllim tu. Pa, edhe i tavës kosit. Na hape oreksin tash. E kupto çfarë do këtë tava kosit. Unë po them tash përndaj bisedën, flasim për gjëra tjera, ti më thu mu Elbasani, qyteti i ballokumes, i mësuesis, tash i qet dhe tavën e kosit. Po lëna lerat me gjithë tavë kosit kemi 2 orë të uçmenëm. Po tava kosit, është vlerë kombëtare shqiptare. Tava kosit ruhet nga UNESCO e qyq. Ruhet tava. E di apo se di? Ruhet tava kosit nga UNESCO. Kur iku perandoria otomane, nga gjithë kuzhinat e gjithë veneve që kishte poshtu, nga Shqipnia mori vetëm tavën e kosit edhe i me Stamboll shkon porosit dhe i thon tav Elbasani. E baj provë, ik Stamboll dhe në pyete. Qysh i thoket i tavës kosit jore qyq? Okej, dakord. Atëre Si ore? Po që mësoni ju në gazetarie, bab, se marrë shumë. Ore, tava kosit bot guzhinë, Allah, s'kam studiu për guzhinë, unë kam studiu për gazetari. Që ba Elbasani? A kërthiza Shqipnizër? Po ta kthesh mrapç qyteti bujarise. Atë e di. Do të thonë ta kthesh mrapç Elbasanin, jo Elbasanit, se ka kriju dhe keq kuptime me kohë. Po, normal që kanë kriju keq kuptime. Hajde tash le ti lejmë. Përshëndesim gjithë ata që na duan dhe i duan. Dakor. E përshëndesim dhe Korçën, dhe Tiranën, dhe Gramshin, edhe Beratin, edhe gjithë Shqipërinë. E Kosovën se harrova. Një sekond tash. Jo, okej, tashi le të themi, okej, Elbasani ka mësuesi, qyteti mësuesis, qyteti i ballokumes, qyteti i tavës kosit. Okej? Jemi në rregull? Mund të hyjmë temë tash? Hysh në teme. Se deri me që bamne, si ishim temne? Aftove si Elbasan, për Elbasani po flasë. Mirë pra, për Elbasani, kishim për ngrofje tash, këto janë, tashi do fillojmë, tani do fillojmë. Arten, gati e? Shie, ku të fillojmë, bab? Pse deri tash s'fillojmë ne? Që bamne? Nuk i gjiru të ajo? Tani, unë po të bëj një pyetje. Shumë mirë, e morëm vesh qash Elbasani, qa janë gjitha. Tashi, vazhdojmë sepse unë kam ftu si profesionist, si ushtarak. Pse gjithë to që thash unë për Elbasani nuk qeka serioze këto? Qa thutje? Pse gjithë to gjana që thash unë ty? Nuk i gjirove tjere? Artino, ti, që ke di? Ato janë objekti historisë, ne dumi qik aksion, dum pak skandal, dumi qik gjëra të çuditshme, gjëra të maniqme, njerëzit nuk është kollaj ti mbash të lidhur, e kupton? Nuk na mjafto histori. Po mirë, pse ka të fola unë për gjithë dhe gjana me vlerë që kemi neve si Elbasanli? Fole kot, fole tamam, okej.
Ole tamam, tash s'kem se mërzit. Tash po themi ne do plotësojmë edhe i çik nevojat e audiencës, e kupton, se publiku nuk të ndjek, po bone ti, jo po historia, jo po kjo. Elbasani, historia, janë gjërat vjetra, janë aty, e kupton, kush do shkoj shef. Ne duam gjona që si kanë pa njerëzit, dhe njerëzit janë të interesuar të dëgjojnë skandale, të dëgjojnë, e kupton, aksion, luftë. Gjona, e kupton, të kësaj natyre, duam të shohin shumë Elbasani dhe historia nuk janë në gjë, janë gjërat vjetra, e kupton, këtë po du me tëndesh. Nuk na interesojnë shumë. Aha. Është algoritmi, Më fal. algoritmi. Ky Aldorini Aldorini, është Aldorini. një kameraman tjetër i huaj që keni këtu? Instagrami punon me algoritëm, nuk punon me histori edhe me Elbasan edhe me gjëra, e kupton? Aldori, po mi pra këtë Aldoritin e ke këtu ti, i me. Po jo më është algoritëm, është algoritmi mënyra se si punon sot komercialitet, se si punon sot, si ta them, marketi, se si punon biznesi, prap fjale huj, se si punon, si punon tregu, po them. Algoritmi nuk është njeri. Është ajo qa kërkon tregu sot. Nuk e njeh algoritmi historinë e këto arkeologjite e gjërat, nuk i njeh, nuk ka lidhje, sepse përdoret nga të rritë e sotëm kanë tjera kërkesa. Të rritë e sotëm don bullalliqe. E kupton? Tash si që ka punë, që ka këto gjana skandali, që ka më mirë se historia, se gjanat e mira, gjanat e rëndësishme. Ku e peti këtë bab, si që ka kështu, pse po s'bane skandale me demek nuk të ndjekin e? Bom ne çik. Qa thot i reqyq? Po pse kështu që ka puna? Vetëm po bane skandale të ndiqkane, po të thush gjanat mençme? Po që ka ba gjithë dënja beleke, pa? Njerëzit sot nuk dun historia, nuk dun gjëra të rëndësishme, njerëzit sot dun gjëra që ti tundin, e kupton, dun gjëra bombastike, dun gjëra skandale, a ka edhe ndonjëherë në bomb, ti si ushtar, këtë dun njerëzit një gjojnë, ti dhe mbrapa tek kjo. Themu gjithë dhe gjanat të rëndësishme që ti mësoj populli, ti dini edhe ti e gazetarë si ti e pa. Duhen me i ditë, Duhet me ba skandale, që të bajeni me, dalë pa brek tu? Po edhe ajo do ishte për shembull një gjë jashtëzakonshme. Neve këtu, nëse ti zhvishesh këtu tani, unë po të them që nesër neve jemi të mbuluar në para. Domethënë, Qyshjo, ma falë që e derdha këto gjëra duhen. Ka gjatë u? S'ka gjë, nuk ka gjë, i kemi, teknikën e kemi të paparë. Ja po të bëj një pyetje tash. Do gjëra bombastike ma. A ke hedh ndonjëherë në i bomb? Jore, si s'kam hedh. Sa dush, po kam hedh bomba mësimore, me thanë drejt. Bomba mësimore. Po pse mësimore ma ti e gjithë jetën ushtar, si pas ke hedh ndonjëherë në i bomb që të pëllcasi. Bomba mësimore, ku bash servitje, se kështu nuk na ma, me thanë drejt, nuk harxhohet bomba akon. Mirë, po, këtu ke drejt, lufta ka kosto edhe s'le njeri ta udhësh për servitje. Megjithatë tash si po hym ke profesioni jot. Do ishte interesante për miq tan. Ne ta kuptoni çfarë është bedel. Po, çfarë është bedel? I me thanë drejtën. Çfarë do me thënë? Do me thënë bëhemi çik seriozi me. Bedel do me thënë bedel në elbasanisht do me thënë ka origjinën nga turqit, kur si që thash ma përpara që turqit i mershin çunat më të mirë i mershin nizam. Edhe çunat më të mirë të Elbasanit, më të trima. E kam thoni merrte nizam edhe kështu ushtria mas ne u ba profesion. U ba profesion edhe neve si Elbasanli, do me thënë e krijuam si profesion tamam si punë. Bedel do me thënë kur ty për shembull thrasin me ik ushtar. I me nuk ka ma, do me thonë kështu ushtar, kështu si ka qenë gjithë populli ushtar atëherë. Ska ushtri. Po, ka, do me thonë, thrasi për ushtar, ti thu, e di si a punë, Po. Na tja baba ka që lek, i keni qik ushtar për mu, edhe, për shembull, pje Muhamedi, ose do ish në burg i me, për shembull, keme hy në burg, thu, ati tjetër, një gjo, tja baba ka që lek, a hy qik në burg për mu, hy në ti. Kjo do me thonë bedel. E kupto? Si. Bedel. Si, interesant. Po sot duhet ketë punë për bedela, se sot ka gjithë ato që s'dun me hymë burg për shembull. Bedel, po ku demo e nga të rose në dialekt e Elbasanli, bedel, belek s'ka lidhje, se belek a bualla, kurse bedel a profesion. Kjo do me thëmë. Bedel, belek, do me thënë s'kan lidhje me njëra tjetër. Bedeli është kështu, që shkon për tjerët, Tashi, më thuj një gjë, ma shuaj një kuriozitet, jo vetëm mua, por gjithë stafit tonë edhe miqve tanë.
Pse zgjodhe të bësh ushtarak? Se zgjodha se e kuptova bab që mu m'ka lanë baba të vogël. Edhe me nana u bajshi mua bet, nana më thoshe gjithmonë, thoshe ti keqe nana tu bafsha kur ban, qysh do rritesh ti pa babër e qyq. Edhe ashtë, po dhe gjema do punojmë, do bajme, mi po qatë punoshe në Elbasane, aty gjithë ke metalurgjiku do punoshe, s'kishi ku punoshe tjetër, se vetëm metalurgjiku, edhe metalurgjiku ne kishim shu, gjysma ishi kines, gjithë që kishin artë me demek me regullu Elbasanin. E pra ne, aty e ka origjinën se meritot ta theksoj edhe pilafi Elbasanit, që thonë që pilafi a ndryshe, se pilafin e kanë lanë kinezët, ne, ati pilafi odhëm qik lanë gjeli, edhe u bamas ne Pilafi Elbasanit është i shkëlqyer. Është i shkëlqyer. Qa të hash, ta bante nana të dridhet mishi. Pra ka origjinën nga kinezët sollën orizin, ju sollët gjelat. E kuptoj. Edhe kështu që qa të punosha unë atje. Me thanë drejtën edhe fillova me tha nana të gjeshi profesion që s'maro kur, një punë që s'maro kur. E ne, ushtria lufta. Lufta s'maro kur. Se kam le baba deri me nuk e di sa. Vazhdon lufta në përbot, s'maro asjerë, kështu që s'ngelesh asjerë pa punë. Këtë me, po thosh. Shumë e zgjuar. Do me thamë, pra ne u bana petel, do me thamë, u bana ushtarak. E fillova nga ushtari 0, mas ne vazhdova 1, 2, 3, kam rrit gjithë. Shumë e zgjuar, do me thamë lufta. Edhe i me kam profesion. Shumë e dhimbshme është. Do me thënë në ti zgjodhe të bësh ushtarak, sepse luftrat nuk mbarojnë kurrë në këtë botë dhe është vërtet një përgjigje shumë filozofike. Tashi më thuaj, cila është eksperienca jote më e veçantë në gjithë këto vite karrierë në ushtri? Ma faq se se një gjova mirë, se eksperienca apo eksperienca? Jo, eksperienca. Shumë eksperienca kam pas, me thanë drejtën, kam pas shumë eksperienca sepse duke qenë pedele, kupto mas ne hyna në forcat profesioniste shqiptare, pastaj ne hym NATO, para se të hyshim NATO, do me thanë na bani test tërvidhje për bashkët e bame, na qunë me i ven me i pylla ne nga Po, që kanë qenë ato stërvidhjet nga pyllet e Godolesh. Për bashkëta që edhe në Godolesh atje, e bam edhe ishim bashkë ushtar francez, ushtar gjerman, ushtar italian, gjithë ma këshu. Po ka pas dhe ushtar amerikane këtu. Alla so e sapi ma, edhe më pyetja i komandanti mu në përmjet përkthysit që kishin, se ne si ushtar s'kemi drejt flasim, vetëm ne bajmë, ne vrasim, bajmë, rafim, do me thanë kështu gjanash, ne s'flasim, s'dim. Edhe tha, me qinke qef me nejt, a do me nejt me franceza, do me nejt me amerikana, do me nejt me thanë drejtën, thash ma mi me francezin, por ri me francezin, edhe u futë me i qadër, ndërtum qadërën, pri që u me arë francezi, s'kishte, u ba natë, s'kishte as francerdi, as një, edhe dole jashtë i thash komandantit, e bab, nuk ka mre, s'ka ardha francezi mre. Që ishem qef francezi? Qyshta per lekse e ke mrejna në qadër, tha, qysh në qadër, s'ka njëri në qadër. Futa, mi po francezi kështë qëllu, e kuptosh, nuk e shifsha, francezi kështë qëllu i që i ngjyrë si kjo. E kuptosh, ishte me ngjyrë su dukte, a i po flete gjumë. Su dukte, nuk u dukte. Kur e preka unë pa dashja, i një tu që, wow, thash më hangu qyqje, thash mo ishte na i bish, gjitha i francez, 2 metra gjati, me gjitha gjanat, ma. Amanet keqen, thashe, maj që i dhëmët haper, bab, sa t'gje krevati, se bante i dhëmët si neon. Ate e kuptova, ajo ka qenë një eksperiencë të mërshme për mu, po i një u bana shok me ate, edhe fillum, kjo ka qenë një eksperiencë e vështirë, do më thanë që më kanë gjelë menja. I një nebe hym në NATO, që i thonë, që u bam njësh mas ne, aty u dhi pazari gjithë, se nuk shkoshin ma dynjaja ushtarë, e kupto, ushtria maroj, me liq. Tu prish pazari, ti nuk shkoshe do të për tjerët, do më thonë ti, o, duhet të hyshe me rogë o s'ka. Kështu që ishim vetëm ushtar perfeksionist. Edhe perfeksionist, tash, qa të baj me u registrova, edhe më morë. Dhe u bërë një nga ushtarët më të famshëm. Dhe më thanë, qysh atëherë, kur kemi hyrë NATO, unë kam qenë gjithmonë pjesë e përfaqësuese e Shqipërisë, dhe më thanë, ushtrisë shqiptare. Bravo. Dhe kjo na bën krenar. Kjo na bën neve shqiptarë si krenar, sepse në fund të fundit, do më thonë që nga momenti parë, që kemi hyrë në NATO, ne i kemi dhënë NATO-s një njeri si juve. Qa mendimi ke për këtë luftën sot, që po bëhet kjo Irani, Izraeli, lindja mesme, këto gjëra, nuk mendove të shkosh?
t'japësh kontributin tat. I me thanë drejtëm, kanë ngeli qik hatri me këta të NATO-s, se për te luftën e Iranit nuk më morën, me thanë drejtëm dhe i me. E kupto, lufta sot që a leke ba punë lufta a punë. E kupto, nga lufta dalin lekët, shkatrohet i gja, vup, kur marrë lufta, fillon ndërtimi. Kur fillon ndërtimi, aty banë njerëz me lek. Në kohë lufte banë njerëz me lek. Se atëherë banë spekulime, atëherë banë gjana. Si ka shku nafta i me? Kacafiu? E vërtet. Do më shumë interesante e gjej këtë përgjigjen tënde. Menoj që kjo lufta a me ba këta 11 lek. Me ba 11 lek e ne me ngorë për bukë. Kaq, kjo menimi im profesional si ushtarë. Bëjmë para, populli vuan, e kuptojmë. Popujt vuan, interesante shumë. Po ku i ke mësu gjitha gjë? Ku i kam mësu, po ti mësoni edhe, unë qas kam bare, qyq. Unë kam qenë në gjitha luftrat që kam ba NATO, kam qenë unë. Do më thonë, NATO s'ka basi luft, po stërvitje që kemi basi kohë lufte, e funit fare, do më thonë, kjo eksperienca i me funit ka qenë që unë kam qenë njani nga ushtarët që isha ke grupi atyne që kapën Maduron, Venezuelës. Po thonë nga i ka qenë operacion këshu, operacioni papar ka qenë, po hapar në thujnë e jo, U kam qenë me një nga ata, edhe ajo ka qenë, do më thanë, aty kam mësu shumë e babë, aty kam mësu shumë që letjet ushtari sa dush, aty s'ka pun ushtari fare, aty as të ru do të njeri as banë, se qalqojnë ata i gjak shumë, vdap e kapin, mun krevate ngret me gjithë gru, me gjithë lecka. Që se kapën ushtarët edhe, nuk luftun ushtarët? Neve thjesht rujtëm atë venin aty, unë rujsha krevatin për shemë, ma si nikën, edhe si tha Andrejder, pagujta mirë, nuk kam se qanë. Që gjyrë bana shok aty, shoka Venezuela nga këto gjanat. Venezuela, atje kam mësu nga operacione që kemi banë në për botë, të mëson jeta. E kuptoj që s'do të tregosh edhe po fillon të na ndrosh muhabetin. Po, ai gjitha experience. Po, experience shumë interesante. Me qenë luftë, nuk ai soi si me qenë në shtëpi. Ashtu është, në shtëpi është luftë më e madhe. Ndryshe. Në luftën kur vje puna që ke hall, do t'ja fusësh edhe shokut të babë, s'ke qa ban. E kuptoj. Të mpjetosh, e kupta? Kështu dhe. Më të bëj një pyetje qik më njerëzore. Qa mendimi ke për familjen, po thej? Qyshera? A duhet një ushtar të ketë familje? Si mendon? I me familje. Ta themi gja vla jotë su për qef fare me. Se me më prurin qef kjo arangjata. Ashe mrekullueshme. U menoj që sot, ditë e sot me nuk ban do të familje. O dhe bash pun, o dhe bash familje. Se po vojtë në punë e pap, do ngordhësh në punë, që të mash familje. E në familje s'ke pëta pa kur. Kurse me ba familje, pa punë, e në familje s'majet pa punë. A kupto? E kupto. Pra ne njerëzit e kanë gjetë ndryshe. Nuk bajnë ma familje, e kupton? Po, se s'kam punë. Që të themu ma, e kuptoti, që familje, që do bash familje, ku s'ke punë, ma thujti. Po, s'keme që ta mash familjen, për s'ke punë, po të shkosh në punë, do ngordhesh në punë, s'do e shofësh familjen, do më dhe thjeshti të shkosh në punë që familja tjetoj. Që, të po thë, apo ja. Do bëj një lidhje me këtë pjesën nga perspektiva jote, për shembull. Qa mendimi ke për zgjedhjet ose vet deklarimet gjinore? Qa kjo re qyq? Vet deklarimet gjinore, do më thënë. Kush janë ta? Që njerëzit zgjedhin po themi të si t'ja them unë këtit. O Arten, si t'ja them unë këtit? Për zgjedhje gjinore. Zgjedhje gjinore është, do më thonë, unë kam preferenca të ndryshme seksuale. Do më thonë, mua më pëlqen, po them, Martenit i pëlqen, për shembull, që të bashkjetoj me një burr në vend të një gruaje. Për shembull, ti qa mendimi ke? Janane, po thuje bab, Dylberat. Dylberat në elbasanisht, okej, Dylberat. A vashe? Jo, bab, shiko, pikërisht se kjo ka lidhje me atë familjen që thamë. Bravo. Se kur ti s'ke do të familje, a kupton ti do jetosh me i mënyrë.
pse do ikësh në punë. Atje në punë do rrish gjithje me do me thënë i bani çik zgjedhjet familjes ban, atëherë çfarë do bash, do bash njësh me shokun, e kupton? Martohesh me shokun e punës me llap. Edhe kështu. Po. E kuptoj. Duke qenë gjithë ditën në punë, normalisht atë gjithë kohën që duhet kaloje me shoqen tënde, një pjesë e kalon në punë, edhe në punë aty pastaj kur punoni bashkë filloni edhe lindin ndjenja, njerëzit dashurohen edhe nuk pyesin më për domethënë e kanë shok apo shoqe. Njerëzit nuk merren ma vesh, e kuptoj, janë gjithmonë ma vetëm, edhe nuk e kuptojnë atë gjën, edhe ata mirë bajnë se vetë në erojnë, e kuptoj në fundit, po unë do thosha që qofse do ma leshin mu me zgjidh, unë shqyr ky që jam do isha, po të kisha edhe punë, të kisha edhe gru, sa mirë do ishte. Do ishte ma mirë, do me thamë burre gru, mishethu, si i thonë. Nuk e dia ma kuptove se edhe si lafosim do të gjana, se unë në shtrije dje kam shumë këshu nga këshu allasoj e kuptoti. Shishi ka në shtrije këto, që janë bashkë me i laf edhe a punë atyne, e kuptoj, a punë atyne, ata bajnë qef në vetë. Në fundit. Po unë qefin se baj do të me i mashkull, e baj me i femër për shemë. Ti e bën. Nuk e di për ty, po për mu, unë qefin që baj me femër, vallaj, nuk e që do të na përmen. E mendon që nesër do paragjykohesh ti për shembull që mund t'jesh duke shku me i femër? Nuk e që do të na përmend dhe me thanë gjinore këshu, me qenë këshu grupe çuna me gjana. Së rri do të me meshkuj se më ka ardhur këtu, vetëm prej ushtrisë, gjithë jetën në ushtri, vetëm kështu. Kam pas edhe raste tjera, kështu që kemi qenë meshkuj femra, do me thanë. E kuptoj, tashi po s'po kuptoj, se nuk po je i qartë tashi. Më shpjegoj një gjë, a është preferenca jote të jesh ti me një femër apo të jesh me një mashkull, se këtë s'po kuptoj. Në kohë diktaturës, babë në kohë Lugatit, ka pas jenë rëparë ushtarake, ishin gjithë dhe bashim mbrëmje vallëzimi. Qysh do bash mbrëmje vallëzimi, ti edhe ne ishim gjithë ushtarë. Edhe kërceshin ushtarët me njani tjetrin se s'kishin femra ba. Qa kërceshin, si kërceshin? Po, sa keq dhe vite. Po ku kërceshe me komisarin e babë. Po si kërceshin? Imagjino me kërceshin tango, 2 para 1 mrapa. Tango me komisar. E kush do ta bante femrën e qyq, se femra e vën dorën këtu, se mashkulli e vën këtu, e plaste grushti midis shokëve e qyq, kush do ta vej dorën këtu, kush a mashkulli, kush a femra. Shive se një sekond, se si di brezi ri këto, do më thënë, në një kërcim tangoje, do më thënë, për brezin e ri, për ata që nuk e din, se për ata që i kërcejnë këshu, vetëm, do më thënë kërcejnë, është një mashkull dhe një femër. Për balë, njëri tjetrit, afrohen, dhe më thënë, kapen, ngjiten njëri me tjetrin, dhe mashkulli gjithmonë e vët dorën këtu, ja zërë se është kjo femra, edhe e vët dorën këtu. Ndërsa femra, ja ve mashkulli dorën këtu. Më falë, se po e shpjegoj për brezin e ri që nuk e din si kërcehet tango, dhe më thënë dhe që është një kërcim sensual. Tani, e kuptut besoj. U fëlli që më fare që atëhere kemi marrë, pa, i bretja lem, lartë. Do më thënë, në kohë të diktaturës ti pëtu që ata ishin, do më thënë, në repartet ushtarake kërceshin bashkë 2 burra bashkë, do më thënë, dhe kërcenin një kërcim dashurie, do më thënë, imaginoj. Shqyr zotin ngelem gjithë, ashtu si na bani zoti. Me ka dalë kjo moda re, burr me burr, se merren vesh ma mirë, se sa të merren vesh burri me gru, merren vesh burr me burr, më tha njani, një ushtar hollandes. Tha, që me badha, unë kisha i gru, tha, nuk u mesha vesh me te. Atëherë, tha, vendosa, lash grun, tha, u martove me shokun, se me shokun merren vesh. Ka drejtën, tha, merren vesh, ai e di ku i dheme, ku i djek, e kupton? Çu e kjo punë? E ky amenimi im përgjithësi. Ky amenimi. Shumë mendim, më pëlqen, do më thënë, e vlerësoj mendimin tënë. Faleminderit shumë. Megjithatë, po pyes, do më thënë, nga gjithë kjo jetë që ke kalu, nga gjithë kjo jetë që ke bërë, nga gjithë eksperiencat e tua, si ushtar, gjithmonë në ushtri, me luftë, me stërvitje, me gjëra. Nuk e di, qa mendimi ke për dashurinë? A ekziston dashuria? Ke kapën ushti me. I me më ke ba me qaj me, edhe. Se nuk ka kollaj me qaj burri, po me thanë drejtën. U kam qenë njerë, ishim me i stërvidjet me një operacion
shpëtimi, kështu nga këto. Ku kështu? Ku? Se ku kishte ra mali, kishte zanë dheu për fund gjithë ata. Edhe ishim bashkë me italianët kur atërmeti atje. Edhe isha me rash ndashni me njënën, me një italiane. Edhe me atë me thanë drejtën, patëm një lidhje shumë kështu, mi po mu s'ma deshte nana atë. Çfarë sa deshte nana? Venosa mu martu, ajo e deshte shumë Shqipnin, më deshte shumë mu me Illafe dhe Elbasanin e dinte që ishte kryeqyteti i Shqipnisë. I thash nanës, mi po nanës, kur ka qenë lufta aty të botnore, italianët fashistët i kanë vra babën, e tha, nuk fus kam italiane në shtëpi. I thash, moj nanës, do më lesh beqar, edhe e kam plak në zemër i me pres të vdesi nana që të martohe me atë italiane, do më thënë. Po jemi kështu, si thonë këto, në distancë largë shumë. Drama. Them inshallah me këto operacionet, ose me këtë luftën e funit, inshallah për në pjekë zoti bashkë me, po. Kështu e kam, dashnia gjaja më e madhe, bab, që ka në botë, nuk ka gjatë tjetër përveç se dashnisë. Po. A e thash mje? Më vjen mirë që mesazhi jot është krijoni familjen. Bravo. Falenderojmë të gjithë miqtë tanë që na dëgjuan, na shijuan, shpresoj që ti jeni argëtuar, ti kemi bërë të mendohen, ti kemi bërë të qeshin, po edhe nëse kanë qarë bashkë me personazhin ton, bashkë me betelin e famshëm Elbas Anli, sigurisht do të na vi akoma më. Edhe lodhështu e pap, s'ke fare, unë s'kam net në jërë kështu, edhe kjo ka rrija si rribytha me i veksa, a shumë lëviz kjo, bap. Nuk keni në gja ma kështu ma të fort. Jo, se ke ato më të fort angulesh edhe pastaj nuk shkulesh do të më. Kështu që sot duhet ta kuptosh që asgjë nuk është e qëndrueshme. Njerëzit janë gjithmonë në lëvizje, s'janë fare të sigurt as kërkund. Kështu që kishe gjë tjetër të fundit për tënë. Me që tem falenderoj gjithë juve, gjithë stafin këtu sa vetë, gjithë qekeni, gjithë ta shqiptarët me emrat huj, edhe e një vetën të nërum, të respektum, Zoti u bekoft, Zoti na rujt inshallah me gjithë to luftra që po bahen, e do Zoti të piqemi për të mirën gëzime në ko paqe. Kaq kisha. Kaq. Miru pafshim. Natën e mirë. Okej, atëre përpara se ta mbyllim, falenderojmë shumë Gallo Nero Peabody dhe sponsorin general, i cili na mundson gjithmonë këtë podcast, që shpresojmë shumë t'ju kënaqë dhe t'ju argëtoj. Aranciatën, ujin me gaz Glina dhe ujin Spring. Natën e mirë edhe bëfshi kokrën e qefit ke dera e qenefit.